Ne u rikthehemi sërish në studio me mysafirin e parë për ditën e sotme. Mirëmëngjes intervuon në ditën e sotme, si mysafir kam modelin Lulzim Jashari. Mirëmëngjes, mirëserta. Mirëmëngjes, përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që gjithë kohë do bëre pjesë e këtij emisioni. Lulzim, ne do të flasim në lidhje me modelizmin, në lidhje vërtetisht me rrugën tënde në këtë fushë dhe deri te arritja jote në Francë, sepse nuk i thon pak suksesit të arritur një djali nga qyteti Ferizajt me ambicje si çdo i ri, mirë po që të arrish të prekësh faktikisht agjencione, siç ke arritur ti me punën tënde padyshim, të ndërosh edhe të realizosh, është goxha e bukur. Gjithsesi të uroj shumë suksese në vazhdim. Mirë po do na tregosh pak se si fillove gjithë këtë rrugë. Në fillim, në vitin 2012 isha pjesë Miss dhe Mestar Kosova këtu në Kosovë. Pastaj, mas i përfundova këtë Miss dhe Mestar, largova nga Kosova, ika në Francë, për me arrit dikon më lartë. Dhe pastaj në Francë realizova disa foto profesionale me një fotograf kam njërë kështu, dhe pastaj kështu, erdha në Kosovë dhe fillova me modelizëm. Të merresh sërish. Je pjesë e videoklipeve të shumta, pjesë e fotosesioneve, ku në fakt shtëpitë e ndryshme të modës për gjininë mashkullore janë pjesë, je pjesë e tyre shumë shpesh, për ndryshe sot do të jesh pjesë e xhirimeve të spotit të Robertit, Robert Berisha. Robert Berishës është, siç e njohim të gjithë, bashkëshorti i Nora i Strepit, ai faktikisht vetëm para pak kohësh ka thënë që do të xhirojë një spot, dhe xhirimet e spotit do të fillojnë sot, ku ti do të jesh pjesë e këtij spoti, domethënë do të kemi mundësi të shohim edhe aty. Një ndihmë shumë të madhe besoj te kush e ke pas, teksa është rrugë e vështirë. E komposte producenti Dashnor Aslani i Ferizajt, i cili ka agjencën dhe Moda City Ferizaj. Punoj që 3 vjet me Dashnor Aslanin, është shumë njeri zoti dhe ma ka dhënë shumë një përkroje të madhe, i faleminderit për ti. Dhe çdo 2 javë unë jam pjesë e foto koleksioneve të reja të Dashnor Aslani. Okej, fotografitë jemi duke i parë, janë disa nga fotografitë tua profesionale, të realizuara janë në Kosovë apo në Francë këto? Janë të realizuara në Kosovë, në Ferizaj, te Moda City. Okej. Domethënë janë fotografi pjesë e Kosovës, okej, për të ndalur të flasim pak tek Franca. Si një iri që shkove atje, sa e vështirë e pate ti të gjesh veten në një Francë kaq të madhe, me një numër të madh njerëzish, dhe që faktikisht as modelet nuk mungojnë. Po në Francë faktikisht bashkëshortja ime është me një agjencë atje Agjencion, ta kemi parasysh, Agjencion në Shqip. Agjencion është i lidh me një agjencion atje dhe ma ka dhënë mundësinë aty për me realizu një set fotografish dhe të foto i kom realizu dhe pastaj kështu. Dhe kom posë për me një ofertë atje apet, po erdha në Kosovë tani ma nuk mujta me shku. E tash ku qkoj për herën e dytë, besoj që ka më konë pjesë. Me Sami ndojesh, apo Samin? Samir Benzema është... Samir Benzema, Vlavi Karim Benzema. është fotograf, po? është fotograf dhe ka agjencën në Lyon më të madhe në Francë, që është e ka aty. Okej, pra do të shojmë pjesë edhe tek ky fotograf i njohur. Po në Antali, çfarë oferte ke dhe pse do të jesh atje? Atje do të janë për një... që kam realizuar një videoklip dhe janë disa xhirime të filmit. Ja, shqiptar ka morë. Shqiptar, okej. Dhe që ka më bo një film, këto, që janë, një intervist, edhe kanë më konë do sekuencat një të filmit që gjirohet atje. Edhe pjesë e filmave do t'jesh, Lulzim, apo jo? 2. Do t'jesh pjesë e 2 filmave. Gjirimet e ke filluar të filmit parë në Shqipëri? Po, në Shqipëris, po, atë të filmit që ka më gjiru, që ta është horror në shtator. Në shtator është në zhanëri horror i filmit që do të gjirohet. Oke, do flasim pak për filmin në Shqipëri me që je duke gjiruar këtë film. Në rolin e... Negativ. Jam në rol negativ. Je mafios? Ashtu diçka. Ashtu diçka. Do më ta besuan këtë rol ty, se e dakon këti filmi. Filmi kur do të kemë mundësi të shojmë në këtë film? Do të postohet në Facebook ose në kinema në shtator. Në muajin shtator. Në muajin shtator do të kemë mundësi të shohim në këtë film, ndërkohë që ti në shtator fillon xhirimi dhe filmit të Rantës, apo jo? Po, horror, që ka më... Okej. Planet e tjera cila do t'jenë, Lulzim, tuat? Përveç këto që sa po folëm? Për
Për Kosovë, kam minim me kry do punë që i kam kështu, do videoklipe i kam halo, do foto kam i realizua halo, pastaj kam me shku në pushime, në gësht, dhe pastaj kam me shku në Francë. Dhe kështu që njëherë të këshyrimi që shpo shkon në Kosovë, tani ku qkojnë në Francë, marrë diçka të reja, tani ku të vija pet. Okej, do në Francë, Kosovë, janë këto dy legacionet ku ti vajtikisht më shumë të ke punë dhe janë angazhuar me të gjitha punët e tua. Po se Franca është, për modelizëm në Francë është shumë mirë. Se në kretë botën është në Francë mas mirë për modelizëm që realizohen ahengje, evente, modelizmit shumë mirë. Kam qenë dhe i kom shiku vetë në Lyon për Versace që u mbojt, jam konë Paris, kom shiku, shumë mirë për mëtë. Normalisht që po. Luzim, unë nuk po të ngarkoj më shumë, sepse ti fajtikisht edhe veç të më thej që me intervista ke fajtikisht ju modelet më shumë dinit sfiloni. Po. Se sa të flisin, jo gjithë, ndoshta e kanë këtë aftësi, mirë po unë nuk po të ngarkoj më shumë. Falenderoj që gjithë e kohë të bërë pjesë i këtij emisioni. Faleminderit shumë suksese. Shumë faleminderit edhe faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi edhe për mua që të pata në studio, të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë. I erdhi fundi dhe intervistës për ditën e sotme, po ashtu dhe emisionit tonë. Unë do t'ju falenderoja për vëmendjen tuaj, do t'ju uroj gjithë ditën mbar, mirëpafshim nesër deri atëherë. Tung tung.